Ndotja në lagjen Bakushe Visha në Fushkruj prej vitesh është problem, pasi banorët I hedhin mbeturinat në këtë vend të caktuar nga njësia administrative e këtij qyteti, por që nuk pastrohen rregullisht. As kosha mbeturinash nuk ka. Banorët thonë se ky problem është I përhershëm, kur kalojnë për të çuar fëmijët në shkollë, nga era e keqe e kanë të pamundur, pasi mbeturinat në këtë zonë mund të kalojnë edhe 2 javë pa pastruar. Po ju si banor këtu, pse nuk kanë kohë për këtë punë? Kja shku sa herë shpret kush, s'na pret kush neve. Ki mole me të rinë të ashtë nuk ashtë të ashtishëm. Po ka 20 vjetë e ma tepër që bon. Me të rinët aty se s'mund që asë fëmijët ke shkolla, se sa dalim për shpije, vja makina tjetra në I bje lëp në lëqët, e në këthim mëraqë. Ka qenë pramtu gjithë se kush koshet e veta, gjitha rjesht me vën koshet. Koshet si ka pru kush. E dyta është se këtu nga rruga trenit, vinë nga Drveni, me kamiona, me makina, me dylyma, kanë presin meteorinat, presin ata pemë, e bjen nga kënë. Tash nga ka thonë fjallën mini bashkia, po nuk e di që pa bërë të shi. Problem tjetër është edhe pasi aty ndodhet një gabinë elektrike dhe djegja e saj rrezikon 10 shtëpi. Ndërkohë, nga njësia administrative e këtij qyteti, jashtë kamrave ata shprehen se problemi qëndron, por kanë marrë masa, që plus firmës që merret me pastrimin e qytetit, edhe ata kanë caktuar 2 ditë në javë për të pastruar më zonat më të ndotura.